Mirë, dakor. Kam vetëm gruan. Si po duket komuniteti shqiptar këtu një? Flasim pak për komunitetin shqiptar. Komuniteti shqiptar e kapa më duket. Më thuaj. E kapa, vazhdo. Atëherë komuniteti shqiptar ka dy anë. Okej. Mendoja, si çdo gjë. Ka njerëz që kanë arritur shumë, njerëz shumë të suksesshëm, që janë përshtatur me në jetën amerikane ashtu si çdo njeri tjetër. Okej. Ka vëre që ka dhe nga ata që nuk janë përshtatur, megjithëse mund të kenë shumë vite këtu dhe vazhdojnë të jenë brenda rrethit, me duke të qërim vetëm me njëri tjetër, nuk janë të integruar. Dhe kjo më ka bërë shumë përshtypje dhe ka patur pak të vështirë në fillim për të ndetur me njerëz që për të ndetur me aty ku dhe unë e gjej veten time. Por kjo ndodh gjithandej, edhe në Shqipëri po thjesht ti nuk kri me gjithëri me njerëzit që ti Po, e vërtet. Ndihesh më mirë. Dhe është më së normale dhe mendoj që këtu ka shumë shoqata jo fitimprurse që kanë mundohen të bëjnë aktivitete, të bëjnë kulturën gjallë, po. Por kam përshtypjen që nëse do përpiqen pak më shumë për të krijuar projekte